Zhënë, ne nuk duhet nisemi nga skenarët e errët. Jemi njerëz. Dhe në skenarët e errët le të argësojmë dhe më tutje. Si besimtar që jemi, vdekjen e kemi më ta për si këmisha. Mund të vdesim, më pas prap zgjedhje. Skenari i errët mund të vazhdoj sa don, po le të sillemi pak me logjik. Le të besojmë që zgjedhjet e reja sjellin qeveri stabile dhe s'ka më kriza. Por nëse bashkë po frikojeni për kriza, edhe kjo narracioni se tani për buxhet duhet t'ja lëmë dorë pakicës, se pakisa po na kërcënon. Kjo është sjellje e banditëve pak. Nuk është demokracisë, banditit kërcënon. Thot krizë, terr ama votën. Demokraci të bind, bëhet partner. Pra demokraci kërkohet shumica. Por nëse bashkë ka skenarit errët, kthehemi te propozimi e më pashëm që diskutuam, mundet partit politike të bëjnë një zgjatim të buxhetit paraprak në këtë fazë para se që përbëhet kuvendi. Mos e mendoni më të keqen. Kosova është një zgjatë e mirë, ka njerëz të mirë, ka politikë të mbarë, shumica që don zgjidhjen është më prezente se sa pakica që ka bllokuar këtë proces. Unë kam probleme me diskrecionin, jo me procesin, se presidenti afund e mandaton sipas diskrecionit të saj këtë që e bind atë, por unë sinqerisht në takimin e djeshëm i thash presidentes që logjika na thot që nuk ka shumicë. Partitë politike shqiptare po thonë s'kemi shumicë. Pse po na vanoni edhe 15 ditë? Por çështja është pse po na vanoni edhe 15 ditë. Jo të lidhemi në procedura, se po të lidhemi në procedura e komplikojmë sa të dojmë, madje juristët janë tafta komplikojnë sa dojmë. Por në thelb jemi shumë e thjeshtë. Kjo politikë nuk është as e komplikuar siç po na bëjnë. Politika shumë e thjeshtë. I kemi shumicën, nuk e kemi shumicën. Apo shkojmë zgjedhje apo s'po shkojmë zgjedhje. Nëse shkojmë zgjedhje, cila datë ky konvenon? Deri në temë direkt. Cilën datë po dëni? Pra pse po na hopni 15 ditë kur mundemi me caktu datën? Sepse kjo datë është e pashmangshme, vullneti politik s'ka më ndryshuar. Pse u mbledh arbëria në gasi me këshillën e përgjithshëm me një përçak lauku me Albinin bandimet e partive politike së ndryshojnë. E mund të mbledh këshilli i sigurimit, po vendimi i partisë politike mbetet i njëjtë. Pra sa në përçak me zvetish, më mirë është mi pas lutë parti tjera që kanë pas gatishmëri më marrë me ta. Pra, unë them që këtë lojë politike të ndërpresim, se është pak marrë, është e ulët nivelin politik, por të jemi të sinqert me qytetarin tonë, të themi s'kemi shumicë. Hajde flasim për datën e zgjedhjeve. Jo, nuk është fol data e zgjedhjeve në takim, sepse jemi në proces 15 ditor pa kur fare efekti. Natyrisht për 15 ditë kemi pasur statuset e qendrimit politike se bëjnë si punë të kryme, se duhet qeveria pakicës të votohet. Pra pakica të votohet, merrni në mend. Pra thuaj se për zgjedhjen e drejtorit të institucionit caktuar, kjo është gjendja politike. Natyrisht këto do ta refuzojmë, jemi të gatshëm të flasim për rezultatet e zgjedhjeve. Shumë më mirë ka qenë para 6 muajve të ishim ul bashkë për qeverinë e tjetër. Mos kishin thonë koha unikut ka kalu, s'ka tranzicion, e ta shtojnë tranzicion. Mos kishin thonë partia e tretë s'bën me propozu, po të kishin thonë shqetësoni, që kanë një propozim i mirë. Na duhet bashkë, na duhet dhe vota atyra, po kërkoni tash votën tonë. Dhe në atë votë ndajmë përgjegjësinë. Gjithë, s'kemi ly pas gjë për vete, s'ka qenë e nisur për interesave personale, ka qenë për zgjidhjen e 15 problemeve me cilat po ballafaqohemi edhe sot. Se problemet do të jenë edhe më të thella. Ju po flisni për buxhet. Kjo themoni në skenar që kalon mandati gjyqtarë gjykatës kushtetuese shpejt, do të paralizohet gjykata kushtetuese. A do të artësojmë edhe më shumë gjendjen e rëndë që e kemi në Kosovë, kur ne jemi në masa në sanksione, humbim kohë, humbim ditë. Por gjitha këto çështje janë me urgjencë. Po dikush e don popullin për më. Do duhet të ishte ul me kohë, ta kishte kuptuar vizionin që kemi pas. Dhe më thonë, nuk e ka lidhje kjo pse është në kohën e mikut. As pse është partia e tretë, se punë e madhe. Sidomos për një parti që ka qenë 15 parti e tretë, po si kemi thonë, pse i partia e tretë mos fol. Bile na kanë lodhur këtu fol. As kishin thonë, lidhja ka mund të shkapet prej partive tjera. Na me dash më ka me parti tjera, mos i zhbokë qeveri. Siç kanë pretenduar këta, kanë thonë vazhdimisht, edhe PDK ka nis malisa serbe. Po të kishte qenë vërtet propaganda atyre, kjo punë s'kishte qenë temë Kosovë. Prandaj populizmi këtë kosto ka. Flet për diçka tjetër, për realitetin vërtet që është në popullin e Kosovës.